Mirë se vini. Në këtë shpjegues do të zbulojmë se si aftësitë thelbësore të inteligjencës emocionale mund t'i transformojmë sfidat më të zakonshme të menaxhimit. A e keni parasysh atë ndjesin, dita e një menaxheri shpesh duket si një varg i pafund krizash, nga klientë të zemëruar te konflikte të brendshme në ekip. Ndjehet si një cikël që nuk mbaron kurrë. E po, Chelsea nuk është të punosh më shumë për të shuar këto zjarre, por të zhvillosh aftësitë për t'i parandaluar ato që në fillim. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë inteligjenca emocionale. Le të fillojmë me ato që mund të quhet pa frikë arma sekrete e çdo menaxheri të suksesshëm dhe të kuptojmë pse është kaq thelbësore për një leadership efektiv. Zotërimi i këtyre aftësive sjell përfitime shumë konkrete. Po flasim për vendime më të mprehta, ekipe më të bashkuara, më pak stres personal dhe sigurisht një reputacion profesional më solid. Në thelb, nuk është thjesht një aftësi e butë, por një mjet strategjik i vërtet. Tani, le të zhytemi te themeli i gjithçkaje, te shtylla e parë e inteligjencës emocionale, vetkontrolli. Dhe këtu duhet jemi të qartë, nuk bëhet fjalë për të mos ndjerë asgjë, për të bërë si robot. As pak. Bëhet fjalë për të zgjedhur një përgjigje konstruktive. Këtu qëndron ndryshimi thelbësor mes një reagimi të verbër dhe një përgjigje të qëllimshme. Veprimet tona janë thjesht hapi i fundit në një zinxhir që nis gjithmonë me një mendim. Vetkontrolli është pikërisht fuqia për të ndërhyrë në këtë zinxhir, para se të arrijmë te sjellja. Aty qëndron gjithë sekreti. Imagjinoni një klient të frustruar. Diferenca në qasje është si nata me ditën. Në njërin rast, situata përshkallëzohet dhe marrëdhënia dëmtohet. Në rastin tjetër, jo vetëm që zgjidhet problemi, por marrëdhënia madje forcohet. Tani, mendoni për një punonjës që bën të njëjtin gabim. Mënyra se si një lider e menaxhon këtë moment mund ose ta shkatërrojë motivimin e atij personi, ose ta ndihmojë të zhvillohet. Zgjedhja bën gjithë diferencën. Edhe përballë kritikës nga një koleg, përgjigja me qetësi dhe mendje të hapur tregon pjekuri profesionale dhe ndërton respekt, e transformon një moment potencialisht të vështirë në një mundësi për të rritur. Këtu kemi një metodë shumë të thjeshtë, por jashtëzakonisht praktike. Teknika STO. Këta 4 hapa krijojnë atë hapësirën jetike, atë pauzën e vogël mes impulsit dhe veprimit, dhe është pikërisht ajo pauzë që ndryshon gjithçka. Mirë, pasi zotërojmë reagimet tona të brendshme, hapi tjetër logjik është t'i aplikojmë këtë aftësi jashtë në ndërveprimet me të tjerët. Tani do flasim për aftësitë sociale. Kjo është pika ku kontrolli i brendshëm shndërrohet në një leadership me ndikim real. Këto aftësi janë ura lidhëse mes menaxherit dhe ekipit të tij. Le të marrim një punonjës të rinë, plot pasiguri. Një menaxher me aftësi të forta sociale e kthen atë ankt fillestar në besim dhe kompetencë. Ky është një investim i drejtë për drejtë në suksesin afatgjatë të ekipit. Po kur ka një konflikt mes dy punonjësve, një menaxher me aftësi sociale nuk e injoron tensionin duke shpresuar se do të shduket. Përkundrazi, e adreson drejt për të rivendosur harmoninë, të shpërfillësh problemin vetëm sa e bën më keq. Dhe një nga mjetet më të fuqishme sociale është padyshim dëgjimi aktiv. Kjo do të thotë shumë më tepër se sa thjesht të dëgjosh fjalët. Përfshin elemente si kontakti me sy, të mos ndërpresësh, të përsërisësh me fjalët e tua për t'u siguruar që e ke kuptuar dhe të validosh emocionet e tjetrit. Kështu, dëgjimi kthehet në një akt të vërtet mirëkuptimi. Edhe dhënia e feedbackut bëhet shumë efikase me një strukturë. Kjo formule thjesht me 4 hapa, situata, ndikimi, alternativa, mbështetja, e bën bisedën të qartë dhe as pak konfrontuese. Nuk është kritik, por një udhërrëfyes për përmirësim. Shumë mirë, por si mundet një menaxher t'i vërë të gjitha këto në praktik duke filluar që sot? Le të shohim disa hapa konkret. Kjo shprehje e përmbledh shumë bukur. Vetë kontrolli dhe aftësitë sociale nuk janë të ndara. Ato funksionojnë bashkë. Ato formojnë një sistem të integruar që e bën leadershipin vërtet të fuqishëm. Përmirësimi i vërtet nuk vjen nga teoria, por nga praktika e vazhdueshme. Ja një sfidë e vogël për këtë javë. Provoni të aplikoni një teknik vetkontrolli 3 herë, ose bëni një bisedë të sinqertë, jo për punën. Këto veprime të vogla ndërtojnë zakone të mëdha. Dhe kjo është një e vërtetë e madhe. Ky parim na kujton se në fund të ditës, ndikimi emocional i leadershipit është ai që mbetet. Fjalët mund të harrohen,
por ndjesitë që krijon një lider, ato mbeten gjatë. Pra, duhet mbajtur mend, çdo ndërveprim është një mundësi për të praktikuar dhe forcuar këto aftësi thelbësore. Pyetja mbetet, cili do të jetë ai veprimi i parë, sado i vogël, që do të ndërmerret për të nisur këtë transformim?